Me pak qytetarë, si çdo ditë tjetër e zakonshme, sikur nuk jemi vetëm para një dite feste, kështu duke ishte sot qyteti i Gostivarit. Ata pak qytetarë të dalur mundoheshin sa më shpejt të përfundojnë përgatitjet për Kurban Bajramin, festën e dytë më të rëndësishme në botën islame, pas Fitr Bajramit. Kriza ekonomike ka bërë që kjo festë jetë nga viti në vit më e vështirë, e cila përpos ëmbëlsirave kulmon edhe me rritin e kurbanit, dhe të gjithë qytetarët të intervistuar nga televizioni ynë shprehën të njëjtën gjë, që kriza ka ndikuar tej mase dhe mezi kanë arritur të përgatiten për festën e ditës së nesërme, dhe se sofra e kësaj feste do të i gjejë më të varfër se bajramet e tjera, për shkak të papunësisë dhe standardit jetësor. Jam përgatit për Bajram, po, që nesër kurbanin dhe presh, si kitë qerët. Po, jina përgatitet me familji, me shoqni, e me gjithë krejtve. Pa mendoj se në vitin që ka kalohë, e në që shtej dhe bojt e në ma me i. Se për para ka qenë pak ma interesant festa e Bajramit, ndoshta se ma të vegjët kena qenë, e tash të të rritë nuk e di, tash ato duhet ta tregojnë atë festën e Bajram. 50% më pak se tjera herë. Si mendoni 50% më pak se tjera? Edhe nga ana monetare, edhe nga ana shohim njerëzit më pak janë të interesuar. Për shkak krizës ekonomike. Në shtëpitë e muslimanëve këtë ditë ka gatime të shumta, pije dhe ëmbëlsira. Dita e festës nis me faljen e namazit të Bajramit në xhami, i cili si vjet do të falet në ora 7:10 minuta. Pastaj vazhdon me ushqimin e mëngjesit e së bashku me familjen dhe vizitat në shtëpinë e njëri tjetrit.